Shqipëria është pajisur me sistemin raketor Javelin i prodhuar në SBA. Lajmin e bëri të ditur Ministri i Mbrojtjes Piero Vengu përmes një postimi në rrjetet sociale, por nuk ka dhënë shumë detaje sa pajisje të tilla ka bler Shqipëria dhe sa kanë kushtuar. Ardhja e sistemeve Javelin fal bashkëpunimit me aleatin ton strategjik SBA forcon aftësitë mbrojtëse të forcave të armatosura shqiptare, rrit parandalimin, ndërveprueshmërinë me NATO-n dhe sigurinë kombëtare, shkruan Vengu. Raketat Javelin prodhohen nga bashkëpunimi mes Raytheon Lockheed Martin Javelin. Sistemi raketor Javelin kushton rreth $178.000 për njësi, së bashku me një raket, ndërsa vetëm një raket kushton $78.000. Por çfarë është sistemi Javelin? Javelin është një prej armëve më të sofistikuara në botë, që përdoret për shkatërimin e tankeve dhe mjeteve të blinduara. Ai qëllon objektivin në mënyrë automatike pas lëshimit, duke i mundësuar ushtarit që të mbrohet dhe të evitojë kundër sulmet. Duke përdorur një profil të arkuar në krye, Javelin gjitet mbi objektivin e tij për shikueshmëri të përmirësuar dhe më pas godet aty ku objektivi është më i dobët. Për të qelluar, gjuajtësi vendos një kursor mbi objektivin e zgjedhur. Njësia e lëshimit të komandos më pas dërgon një sinjal të kyçjes përpara lëshimit të raketës. Javelin mund të gjuajë në mënyrë të sigurt nga brenda ndërtesave ose bunkerve. Javelin është konceptuar dhe prodhuar nga ushtria amerikane dhe një e tillë kushton mbi $200.000 amerikan. Shqipëria është një nga disa vende që ka porositur për të blerë raketat antitank Javelin të prodhuara nga konsorciumi amerikan Javelin Joint Venture, e cila përbëhet nga kompanitë Lockheed Martin Corp dhe Raytheon Technologies Corp. Lajmin e bëri të ditur Lockheed Martin në një njoftim për shtyp, ku raportoi se blerjet e Shqipërisë, Norvegjisë, Letonisë dhe Tajlandës janë pjesë e një porosie me vlerë $316 milion nga Pentagoni. Numri i raketave dhe vlera e porosisë nga Shqipëria nuk bëhet e ditur. Javelin është një sistem raketor që ka filluar të përdoret që nga viti 1989 dhe që pritet të përdoret së paku deri në vitin 2050, sipas kompanisë. Ajo kushton rreth $250.000 për copë, por është në gjendje të hedhë në erë një tank që kushton shumë fish më shtrenjtë. Kompania prodhuese ka marrë kërkesa të shumë fishta nga vende të ndryshme të botës pas suksesit të demonstruar të këtij sistemi në luftën e Ukrainës, ku ushtria e Ukrainës arriti të mposhtë tanket e panumërta ruse fal efikasitetit të këtij sistemi. Kompania pret që të rrisë prodhimin në rreth 2100 copë këtë vit.